Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën e dytë të pasdites me personalitetin në studio dhe temën për të cilën do të diskutojmë. Më 8 nëntor në Shkup organizohet edicioni i dytë me radhë turneu ndërkombëtar i mundjes Shkupi Open 2025, ku pritet të marrin pjesë garues nga disa vende europiane. Për të folur për këtë temë, ne kemi nderin që në studion tonë të kemi një ndër organizatorët e këtij manifestimi sportiv, Yasin Rexhallari. Përshëndetje dhe mirë se na erdhat. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën, faleminderit që ndat kohë që të flasim për sportin e mundjes, si dhe për turneun që do organizohet këtë javën e ardhshme në vendin tonë. Faleminderit shumë që na keni nderuar dhe që kontribuoni edhe në emisionin tonë. Atëherë fillimisht na thoni diçka më tepër rreth organizimit turneu ndërkombëtar i mundjes Shkupi Open 2025. Pra, turneu do mbahet për së dyti herë. Vitin e kaluar ka qenë gjithashtu turneu i parë, ku ka pasur dikon 150 garues nga disa vendet europiane. Këtë vit të jetë me cilësi edhe më të madhe, me pjesëmarrje të shteteve edhe më të fuqishme europiane në sportin e mundjes, ku do garojnë edhe garuesit nga Franca, nga Turqia, nga Slovakia, Polonia, Gjermania, Romania, Moldovia, disa shtete që me të vërtet janë një ndër fuqit më të mëdha në Europë, të jetë një konkurrencë mjaft e madhe, ku kanë konfirmuar pjesëmarrjen, ku që do garojnë në këtë turne, ku pritet që në këtë turne të ketë dikon 150 garues nga vendet evropiane, do jetë një ndër turnet më të mëdhaja në vendin tonë. Nuk është organizuar ndonjëherë ndonjë turne me kaq garues, me kaq vende, ku 12 shtete deri tash më vetë se e kanë konfirmuar pjesëmarrjen. Me të vërtetë do jetë një spektakël i madh në vendin tonë. Po, këtu e kisha edhe pyetjen e radhës, pra sa garues pritet që të marrin pjesë në këtë event dhe e cilat vende kanë konfirmuar pjesëmarrjen, nëse mund ta dim? Pra, do jenë mbi 250 garues, deri tash kanë konfirmuar, vetëm nga Bullgaria janë paraqitur 6 ekipe, do vinë edhe garues nga Turqia, Polonia, Franca, Gjermania, Slovakia, Kosova, Shqipëria, do vinë të gjitha klubet që janë ftuar, gjithashtu gjitha klubet e vendit tonë do jenë pjesëmarrës. Kemi edhe një ekip nga Moldavia që ka konfirmuar, presim edhe 2 ekipe tjera, deri javën e ardhshme besoj që edhe ato do e konfirmojnë. Gjithashtu kemi edhe një ekip nga Rumania që do merr pjesë në këtë turne. Po. Në këtë turnir ndërkombëtar do të marrin pjesë garuesit të ri apo të gjitha moshave? Jo, ky turnir është vetëm për grup moshat e reja deri në moshën 15 vjeçare, ku në sportin e mundjes përveç moshës ato janë të ndarë edhe me kategori me kilogram. Po, ju jeni organizator për Ne jemi organizatorët, klubi i mundjes Shkupi, është organizator i turneut së bashku me Federatën e mundjes së Maqedonisë së Veriut. Po nga klubi juaj sa garues do të prezantohen në këtë turnir? Nga klubi jonë presim që të garojnë dikun 40 garues. Ju përmendet pak më herët grup moshat, a pritet që të kemi garues edhe në kategorinë e vajzave? Jo, pasi këtë turnir do mbahet vetëm për grup moshat, vetëm për djemt, po në Maqedoni kanë filluar që edhe disa klube kanë aktivizuar edhe garues e vajza, por klubi jonë ende nuk e ka atë mundësi që të bëjë një turne për vajzat, po ka disa klube nga ana e Maqedonëve që organizojnë turne edhe për vajza. Po garues për shembull nga Shqipëria edhe Kosova kanë paralajmëruar pjesëmarrjen e tyre? Po, janë paraqitur ekipa nga Kuksi, gjithashtu ju kemi dërguar pjesë edhe disa klubeve tjera nga Kosova edhe nga Shqipëria, ato do të jenë prezent tek këtë turne. Po në këtë turne do të ketë edhe publik, besoj? Po, hyrja është falas për atë, presim, pasi që në Shkup ka interesim për sportin e mundjes, pasi sporti i mundjes është një ndër sportet që na ka dhuruar shumë neve si shkupianve, na kanë dhuruar medale nga kampionatet botërore, europiane, olimpike, me të vërtet na kanë sjellë shumë edhe ne po mundohemi që nëpërmjet këtyre organizimeve, nëpërmjet këtyre turne,
të ngjallim atë atmosferën që ishte para dikur kur garuesit e vendit tonë na sillshin medalje nga kampionatet botërore, lojrat olimpike. Mendoj ta riktheni atë kohë sërish apo jo? Ne po mundohemi ta kthejmë atë kohë që me të vërtet na kanë sjellur shumë medalje ku edhe ne po mundohemi me klubin tonë që t'i arrim ato rezultatet e para disa viteve. Po klubi jonë ka dikun 4 vite që e kemi themeluar, kemi filluar me grup moshat më të reja, me një gjenerat e re, ku këtë vit kemi arritur një rezultat, mund të them që për kaq kohë është, mund të them, i mirë, pasi që këtë vit kishme një garues i klubit tonë që ishte në mesin e 5 garuesve më të mirë në Evropë. Gjithashtu para 2 jave në kampionatin ballkanik, Miraç Mustafa arriti deri tek medalja, ku zuri vendin e 3. Gjithashtu për grup mosha deri në 15 vjet, klubi jonë është shpallur edhe kampion në Maqedoninë e Veriut. Po për krahje apo mbështetje keni, ndoshta institucionale ose? Kemi mbështetje nga Federata e Mundjes, gjithashtu tash kemi edhe mbështetje nga Komuna e Çajirit që do na ndihmon. Gjithashtu dua t'i falenderoj edhe donatorët që kanë ndihmuar për këtë eveniment, pasi që me të vërtet pa ndihmën e tyre ky turne nuk do ishte organizuar, pasi që vetëm shtetet që i përmendshme deri tash që i përmendëm tregojnë se cilësinë e këtij turneut, pasi që ne jemi të obliguar për gjithë ato të sigurojmë që ku të qëndrojnë, ku dhe kenë ushqimin, me të vërtet pa ndihmën e sponsorëve edhe institucioneve, kjo turne nuk do ishte organizuar. Por si qëndron mundja në Maqedoninë e Veriut, sa klube janë aktive? Të flasim pak në përgjithësi për këtë lloj sporti. Përgjithësi, mundja në Maqedoninë e Veriut, me të vërtet tash kemi marrë një gjeneratë e re, ku do mundohemi t'i përsëritim ato rezultatet e dikushme që i arritshmi në këtë sport. Këtë vit ne si vendi jonë arriti edhe të zërë vendin e 4 në kampionatin ballkanik, qumajt. Kemi marrë disa medalje nga kampionati ballkanik. Këtë vit ishte edhe kampionati evropian në vendin tonë, u organizua nga Federata e Mundjes. Me të vërtet kam pasur shumë lavdrata nga gjitha vendet për organizimin, për atë atmosferë që u zhvillua në Shkup. Vitin e ardhshëm do ketë edhe kampionati evropian do mbahet për grup mosha deri në 20 vjet, ku do jetë me të vërtet një ngjarje shumë e madhe, sidomos për vendin tonë. Ka disa rezultate që 2-3 mundës nga vendi jonë që janë plasuar në 5 më të mirë të Evropës. Për shumë pak kohë besoj që ato garues do jenë edhe medalistë nga kampionatet evropiane botërore. Po, a ka interesim të rinjeve që të antarësohen në klubin tuaj të mundjes? Sa jemi të interesuar ne për mundje, si shoqëri, si mendoj që rrethi jonë atje ka interesim, po se vetëm në Shkup ka 4 klube. Besoj që ka interesim të madh, vetëm klubi jonë numëron dikon 50 garues që vinë për çdo ditë në stërvitje dhe ushtrojnë atje po. Po sa keni mbështetje ju si klub, përmendëm mbështetjen që ka ky turnir, por ju si klub sa ju mbështesin ndoshta financiarisht ose institucionalisht? Po, me të vërtet kemi nevojë edhe më shumë që të mbështetemi, që kur shkojmë neve në për kampionate, ne luftojmë kundra disa shteteve që me të vërtet ato janë shumë përpara nga ana e financimeve, nga ana e përgatitjeve, nga ana e gjitha aspekteve, pasi që me të vërtet ju qëndrojnë shtetet të fuqi botërore që janë mbrapa, po besoj që me punë dhe me mbështetje nga institucionet më të mëdha, sidomos nga Ministria e Sportit, që duhet me të vërtet që të ndanë më shumë, sidomos për sportin e mundjes, se sporti i mundjes është sporti më i trofeshëm në gjithë historinë e vendit tonë. Nëpërmjet mundjes, neve kemi arritur edhe medalje olimpike, edhe botërore, edhe evropiane. Besoj që qofse Ministria ndan buxhet më të madh për sportin e mundjes, besoj që shumë shpejt mundemi t'i kthejmë edhe ato rezultate që i kemi arritur para disa kohe. Dhe përfaqësoni vendin tonë, Maqedoninë, kështu që është e udhës që t'ju përkrahin institucionet, sigurisht. Besoj që ta shtojnë interesin pak më shumë edhe
do bëhet shumë. Po në garat ndërkombëtare kush ju ka përkrahur që të merrni pjesë? Po në për gara, pasi që vetëm muajin e kaluar, ne si klub kemi marrë pjesë në Poloni, një turnir ku jemi kthyer me 3 medalje të arta, gjithashtu kemi marrë pjesë në një turne në Slovaki, edhe prej atje janë kthyer 2 medalje të arta dhe 5 medalje tjera të bronza dhe të argjenta. Për këto gara që janë në për turne ndërkombëtar, atje kujdeset klubi me mjetet e veta që i merr prej ministrisë. Ne kujdesmi për këto, kurse kampionatet evropiane dhe kampionatet botërore ata i mbulon reprezentacioni i Maqedonisë. Cila do të ishte porosia juaj për të rinjët që duan të merren me këtë lloj sporti dhe për institucionet që duhet ju përkrahin? Porosia e imi sa më shumë që të mirën me sport, nuk është me do e mos, pasi që kjo është pak një sport që kërkon pak më a shumë disiplinë. Po besoj që çdo kush sa më i ri që të futen në për sporte, të mirën me sporte, se me të vërtet mjafton që i do i largon prej rrugëve të këqija, kurse sa i përket institucioneve me të vërtet ambasadorët më të mëdhenj të vendit tonë janë sportistat. Pasi në çdo vend ku shkojmë, ne prezantojmë shtetin. Unë i kisha lutur të gjitha ato institucione që me të vërtet të ndajnë pak më shumë mjete për sportet në përgjithësi, që me të arrijmë dhe të korrim edhe rezultate më të mëdha. Ti themi edhe një herë të dhënat për sa i përket turneut ndërkombëtar, që është një turne shumë i rëndësishëm për të pasur më shumë ndoshta publik edhe më shumë sportdashës në këtë. Unë do i kisha ftuar edhe gjithë publikun, pasi që do jetë me të ajo hyrja falas, do jenë 12 shtete pjesëmarrës, mbi 250 garues, ku me të vërtet do jetë një spektakël shumë i madh që nuk është organizuar ndonjëherë në vendin tonë një turne kaq prestigjos. Do me thënë më 8 nëntor do të realizohet me 8 nëntor, garat fillojnë në ora 11, hapja solemje e turneut do të bëhet në ora 4, kurse në 4:30 do fillojnë edhe ndeshjet finale. Do ta bëni tradicionale dhe viteve të ardhshme? Po, këtë turne? Kjo është turneu i dytë, ishte edhe vitin e kaluar, ku shpresoj për çdo vjet vetëm të rritet turneu me më shumë garues, me më shumë shtete pjesëmarrës. Besoj që do jetë edhe më në të ardhmen do jetë edhe më i madh turneu. Dhe ju bëni thirrjet që të gjithë të jenë pjesë e këtij turneu, qoftë në publik për t'ju përkrahur, edhe nga Tetova sigurisht. Ju shpresoj që të bashkangjiten, pasi që me të vërtet do jetë një turne, shpresoj që të vinë, sidomos t'i përkrahin garuesit e tonë, pasi me të vërtet do kenë një publiku është një, mund të themi një armë plus për gjithë ato që ju jep edhe motiv më shumë. Edhe motiv më shumë. A keni filluar me ushtrimet, me garat paraprakisht, apo nuk ka ushtrime paraprake, me njerë fillohet në turne? Po, ne kemi filluar me përgatitjet për këtë turne, mund të janë të përgatitur, i kemi pasur edhe në disa turne që të morim më shumë eksperiencë për këto gara, ku me të vërtet shpresoj që ta dëshmojnë para publikut vendas atë ditë që të tregojnë ato që kanë arritur deri më tash. Po klubi juaj, cilat janë sukseset që i ka arritur deri më tash, me qenë se përmendat disa suksese pak më herët? Po klubi jonë këtë vit jemi shpallur kampion të Maqedonisë për grupmosha deri në 15 vjet. Në nivel individual kemi arritur edhe medalje nga kampionati ballkanik, nga kampionati evropian këtë vit. Mundësi i klubit tonë Abdulaziz Azizi ishte në 15 të mirët të Evropës, për kaq vite sa ekziston klubi jonë, me të vërtet janë rezultate që janë rezultate të mira, pasi që në të ardhmen, pasi që ne jemi në 15 të mirët të Evropës, për vitin e ardhshëm planifikojmë që edhe të kemi medalje nga kampionati evropian. Jasin, ti je shpallur edhe sportist i vitit në vitin 2015. Çfarë paraqet kjo për ty? Ajo vitin 2015, kur kam qenë garues, me të vërtet unë ato momente do i mbaj mend gjatë gjithë jetës, pasi që ka qenë organizuar këtu në Tetov, ku kam marrë pjesë të gjithë sportistët shqiptar dhe të shpallës sportisti më i mirë nga gjitha vendet edhe sportistët shqiptar, me të vërtet është më vend të ndjem krenar, edhe gjithmonë do e mbaj mend, pasi që desha të stimuloj edhe gjithë ata që të vazhdojnë ata, pasi që prej atëherë më nuk është organizuar një eveniment i tillë, ku shpresoj që në të ardhmen të organizohen ndoshta federatat, ndoshta gazetarët sportiv që të vazhdojnë me këtë traditë
dhe të shpallin sportistat e tjerë që do garojnë. Sa i përkrahni ju sportistët e ri? Apo i shihni si konkurrent? Jo, i përkrahmi ne në maksimum, sidomos sportistët pasi që klubi jonë ka vetëm sportistat të ri. Edhe ne i përkrahimi edhe çdo kush që do shëron të fillon, ne do e kese përkrahjen tonë maksimale, se me të vërtet, nëse ne kemi konkurrencë më të madhe, do jenë më të mirë në arenën ndërkombëtare kur do garojnë për kampionate europiane dhe botërore. Isim, faleminderit shumë që ndave nga dita jute për që nësot pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe presim sërish. Faleminderit nga ana juve që ndatë kohë të flasim për sportin e mundjes dhe sidomos për turneun që do organizohet javën e ardhshme. Suksese me turneun dhe ju presim sërish në emisionin tonë për të folur për përvojën nga ky turne. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Ju vazhdoni qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi vetëm pas pak në pjesën e fundit.